Juftojmë të ndiqni intervistën ekskluzive me Rudina Demnerin. Qyqa si 0800 e ke thënë. Nuk shko fare, ky zëri seksi. Gazetar investigativ. Oh, se kemi dhe ta noxhën. Investigative. Kemi gazetar investigativ për ty. Unë për ty me. Do bëhet Salsano. Për gjithë dëgjuesit që mandej këto momente, Tan Hoxha është duke ardhur, than, dhe do të vinë orë 7 tuk e ne, sepse kemi intervistë shumë interesante me të, për të treguar të gjithë sekretet e punës së tij. Yes. Nuk është Artan Hoxha që ka qenë kandidat për president, ose ai Artan Hoxha, ai opinionisti i përhershëm në për se ka disa Artana, po është ai që drejt për drejt nuk i kursehet fakteve. Ai që të bën gjëmën. Ashtu dhe nuk tërhiqet për ato që shikon. Kështu që pas pak, domethënë mbas i bën gropën thuaj politikanëve. Kemi tani në Top Albania Radio. Yes. Paloma e gati për intervistë? Po, kështu themi. Nëse nuk do t'i përgjigjesh pyetjes, mos ju përgjigj. Çfarë them kur s'dua t'i përgjigjem? Thuaj nuk e di. Nuk e di. Ose nuk dua. Ma bë si fjalë kryq këtë intervistë, vëlla. Paloma. Fol. Beson tek dashuria me shikimin e parë? Po. Vdes. Më e bukur është ajo se çdo gjë tjetër. Okej. Love at the first sight. Ose colpo di fulmine. Po. Po flet sala italisht. A ka pse si italisht këtu? Jo. Atë këngën i Titi Brunës. Ma vavan kul. Është 3. A ka qenë më mirë puthja para apo ajo e fundit? E fundit. Kur ka qenë puthja e fundit? Me burrin tim mbrëmdarkë. Mbrëmdarkë. E sot mëngjes. Kur ka qenë puthja e parë? Puthja e parë ka qenë në moshën 17 vjeçare. Ka qenë një puthje e bukur, adoleshentore, minorene, avashmëti, se nuk vim nga ku di unë, jo nga Saranda jote, se s'dua. Shiko, të ofendoj ty, po jo Saranda jote se janë të prekullushëm. Por gjithmonë ka një herë të parë, çrënd si ka, çfarë moshe. Jo, po të ka pëlqyer, mban besoj. Po ka qenë kështu vjedhur azi, pak e sikletshme. Ka qenë frenskis, jo. Jo, French kiss. Puthje normale, vetëm buz. Po, nuk isha e sigurt a do të merrja feedback, do e kisha përmbushur me sukses misionin, pasi e puthi atë djalë. Po qall, ja mbaj mend emrin atij djalit apo? Sigurisht jam mbaj mend. Si ka pas emrin? Nëse nuk do të Kiri Hajdari. Kiri? Se Kiri ka puthur për mortja. Po pra. Na ka thënë Rudina Hajdari. Hajde. Okej. Vërto. Çfarë do të bëhet i Paloma? Po. Nëse do hapje derën e shtëpisë, dhe do gjeje bashkëshortin tënd duke puthur në buzë pastruesen e shtëpisë, për shemb. O zot, qyqja. Jo pastruesen, po një vdadon. Se ka kapur një herë me burri pastruses me mbathje dhe u desh nuk na e la fare, pastaj u bë xheloz. Jo, burri ishte shumë vap, atëherë hap derën, vjen burri asaj, edhe e gjen Andrein me mbathje për çep vet. Edhe s'na e laj muj mrat fikët. Mu bën rroba deri në tavan. Kjo është po. Kjo është situata që çdo njeri kalon. Ai shkreti i huaj në botën e vet hap derën, ishte edhe vajza aty, ç'problem kishte, po hajde thuj shqiptarëve. Se thuajt anglezët se kanë problem. Jo, ai ishte për çep vet, se kanë problem, o ti nga Saranda. Çdo gjë atë burrin të duke puthur një vajzë tjetër, një puthje. Do t'ja falja. Po. Okej. Sigurisht. Moment është i shkreti. Atë kam dhe disa pyetje quiz. Hajde, një herë quiz. Po. Je duke marr pjesë në një garë. Po. Nëse kalon garuesin e dytë. Tash nga ato që të vras mendjen janë. Ti kalon garuesin e dytë, çfarë vendi zë ti kur të fitosh marrën gara? Un kaloj duhet mendohem për këtë gjë, që bëj llogarin. Un kaloj garuesin e dytë. Në çfarë vendi zë kur marron gara? Të parin pra. Po jo, e kalove të dytin ti. Po pra e kalova të dytin. Po si dole e para ti? Po e kalova. Po të parin se kalove të parin. Po pra nga i dyti bëhet i pari. Kalove garuesin e dytë ti. I treti. Tash ti nuk më funksionon. Nëse kaloj garuesin e dytë. Jam duke garuar 5 veta. Po. Ti e treta. Me vrape e kalon të dytin. Sa vendi zë? Të dytin. Po pra. Më mirë. Të dytin. Më mirë sa, tash. Babai Marias ka 5 vajza. Marias kush? Babai Marias, shërci ka. O zoti i madh me këto kuice. Babai Marias ka. Ti bën këto më.
Si Do gjashtë të e bukur. shkulesh. Babai Marias ka 5 vajza. Nanën, nënën, ninin dhe nonën. 4 më the. Po pra si ka emrin vajza 5? Prit, nanën, ninin, nonën, Dhe nana, dhe nënën. nënën. Nanën, ninin, nënën dhe nonën. Si ka emrin vajza 5? Momën. Edhe një pyetje. Nanën, ninin, nonën dhe nënën. Dhe nënën po. Nanon, nini, nënën. Edhe një pyetje. Gjithë Babai zanoret, më vlla. Babai Marias ka 5 vajza. Ka nënën, nanan, nini dhe nonën. Kush është vajza 5? tash nuk prit një sekond. Ndim! Mesazhe. Nuk më punon. Nanën, ninin, Nonën nonone. dhe nenën. Po ti the the tjera emra fare, more. Babai Marias Aha. ka 5 vajza. Po, Ka nanën, po. nënën, Nënën, ninin dhe nonën. Kush është vajza 5? gruaja vet më vlla. Vajza 5, po vajza moj. Nana, ninin, O nonën. Paloma, dëgjoj pyetjen. Babai I Marias Po. ka 5 vajza. Marian më vlla të trashën. Mos e trash. Marian më vlla. Po Maria, moj Maria. Prandaj më ka dhënë një tekila ky përpara mua. Jo, s'kam dhënë tekila, unë po si Na e dha Arimi, hë. Përveç Punës. Ola, jo më jo. Pasketi. Na vurin siklet. Përveç Skënderbeut, kush është heroi tjetër kombëtar yni? Salsano. Pa lajta shik. A kemi heroi tjetër kombëtar apo jo? Kemi pra Salsanon. Bravo. Kush janë vëllezërit Frashëri? Naimi. Samiu. Po pusho pra, pse më ngatron tash ti? Naimi, Samiu. Nuk më kujtohen të tërë tash. Të tërë, sa vëllezër janë vëllezërit Frashëri? Sa vlezër janë? Dy pra. Sa janë, Sale? Sa janë? Sa janë? 3 janë. Sa janë? 3. 3. Kush janë? Ha, Ta ka kush? thënë Naimi, Samiu dhe Abdyli. Ha, pra shqyr mo! A më vino, nuk të vjen goja. Çfarë ka pasur Ismail? U tashi, këto fise fare fis. Çfarë këto Ismaili? Po gjome çfarë ka pasur Ismail Qemal Stafën? Ismail Qemal Stafën, koleg. Bravo! Po çka ka Sa zanore ka? kuq të ç'është. Sa zanore ka alfabeti shqip? Tashi, dëgjoj. Sa zanore ka alfabeti Nëse shqip? do vazhdoj me këto pyetjet, e lëm fare. Po pse ti çam ke Unë nuk bërë jam në mua? shkollë këtu. Të kam bërë pyetje, të kam bërë pyetje formimit, kam bërë pyetje pune profesionale. Dakor. Çfarë ndodheni? Kush është gazetari më i mirë në Shqipëri për ty? Tia. Ja, ta të bythëm me mua. M'fal për Tia. shprehjen. Tashi, më the kur s'do të përgjigjesh, tërhiqu, u tërhoqa. Tashi pyetje matematike, fizike, gjuhë letërsie, s'kemi dalë këtu për dhënë njohuri tona tash. Mirë, si Tiranë se vjetër që je. Urdhra. Si u bë, me djerë s'u bë. Jo, s'ka, jo zhvap. Kisha gjysh par. Tulla të djerësit tulla. Të djerësit tulla thot. Hajde. Jepi. Ha më jepi. Si Tiranë se vjetër. Si Tiranë se vjetër që je. Po. Kur është shpallur pavarësia e Tiranës? Seriozisht, kryeqytet 44-ën. Bravo. Faleminderit shumë për intervistën. Kishe ndonjë pyetje tjetër? Kush është mashkulli më seksi në Shqipëri? Ti më ti je. Ja, për çdo gjë për mua e ka. Po kaq pra kaq, se jam nga ato. Si u bë gjithë djerë s'u bë? Po ta rregulloj unë ty. Pyetje di ka Ervin Xixha, vjen keq. Bëu gati tani se do të thy Xixha, brinjë, do ta se bashkoj Xixha. kokën bashkë me xhamin aty. Vini Top Albania, shivi çik. Shivi si Jo, kanë jo, bërë s'kemi, gjitha. është e 53 tash, është publicitet. Si kanë bërë gjitha pyetje, si ke. Birti lexoj. Shivi çik. Po përgjigjet i ke. Jo, pyetje matematikore, fizike dhe formimi, këto bëja klas pare ke? Sa zanore ka alfabeti shqip? Të lutem Salsano, sa le të bëj unë një pyetje ty? Ma bëj. Si e do Nga dushti. Okej. Nga vëti se. Salam.
Si bëra unë ndjesë bëra, shivet si bëtulla. Bëtulla. Mirë, marrim frymë dhe rikthehemi pas pak sa ta mendoj unë çfarë pyetje të bëj. Mendoj tash, hajde. Si do që të jetë mënyra më e mirë, gati jam, gati, hajde. Okej. Atëherë, kush është kryeqyteti i Australisë, Ale? Melbourne. Kush të tha? Kush të tha, thot. Kush është kryeqyteti Buli. Kush ta ti të futesh herë? Okej, atëherë kush është kryeministri? Kryeministri? I kujt? Kryeministri Gjerman. Ka kancelar Gjermania, ka kryeminist Gjermania? Tani pak publicitet dhe kthehemi me Tan Hoxhën se do ta diskreditojmë. Të gjithë kriminalët sot do dalin këtu me Tan Hoxhën. Okej, kështu që rikthehemi pas pak për të vazhduar përpos shakave që bëjmë ne të dy në këtë. Është aq e poshtër sa ka stile bën, sigurisht që bëjmë stile se vazhdojmë tani. Që një njerëz diskutojnë tash për makina që fare, sepse të ri dhe të kthej një përgjigje të formimit që kam 20 vjet që i kam lënë librat e çështjeve. Jo, s'ka lidhje fare kjo. Ti je shumë e poshtër që bën to lojra në radio. Lëri, s'ka nevojë të justifikosh ti mua.